Gjesti ti. Nuk e di. Mendimi im gjithmonë, mund të jem out fare, mbas se shkon as finale as tjetër rozi, Varet ç'a ndodh në zinxhir të fuqishëm. Ne vetë po thot këtu, se s'po thot nëse dim ç'a ndodh jashtë. Duke nis nga andej, duhet fusi Danjën patjetër. Sepse mbaroi listën. Edhe një emër kishte ngelur. Ktheva kokën, pa shty. Ishte edhe Danja afër. Hajt po fus dhe Danjën. Dhe po t'ishin dhe 5, po pra jam i dy emra dhe po anon më shumë nga Gerda. Është si po thoja me Eglin. Jam midis dy emrave, po anon më shumë nga Egli, më kupton? Pse ke krenarin ka ishte? Nuk ka lidhje me krenarinë, kam lidhje me koherencën tënde, jo me krenarin time, se edhe mund mos e kisha thënë fare. Kur ti lexon 4 emra, ti ka zgjedhur Aldo, unë jam koherent. Ti don edhe mënyrën që unë kisha bërti të thoj emrin tënd të parin. Jo, s'ka gjë, mos e thuaj, s'ka problem. Po ti që e the kot fare emrin tim për shkakun. Si? Ti që je totalisht manipuluese dhe Po pse jam manipuluese? Pse e the kot? Sepse doja të qëndroja korrekte me gjërat që kanë folur në shtëpi. Ama, sikurse dhe ti që nuk mu duk fare korrekte se si folën në shtëpi. Ti e dëgjove testin. Sepse neve kemi folur dhe kemi biseduar gjëra tjera. Atëherë. Kur kemi folur për finalistin. Ti bëre një analizë. Dhe ti emrin tim nuk e ke ndarë kurrë me Danjën. Ti ke qenë kur kemi folur më përpara në shtëpi. Sepse kemi menduar që do jenë 5. Kemi menduar që ti nuk e qenë asnjëherë jam midis teje apo Danjës apo midis kësaj apo asaj. Je shumë kokfort. Po jo më Aldo, kjo ka bëj. Nuk e di se si logjikon me njerëzit ti. Unë është hera parë që unë ty të kam përballë për të fol. Po kjo ka të bëjë me kuptoj shumë nuancat tua. Me qëndrimet e tua. Po kuptoj shumë nuancat tua që si kisha vurë përpara. Atëherë, kur i kemi bërë këtë biseda ne që s'ta kam darë emrin tënd me asnjë. Po pse kjo që themu nuk është e vërtet? Është e vërtet. Është e vërtet që kemi mbajtur qëndrim tjetër. Sepse kemi menduar që do jenë 5 finalistë. Është e vërtet? Po 5 ideja është njeriu gjithmonë mendon që mund të jetë vetja vet. Prandaj thoshte aty që mos thuaj veten. Nuk ta kam darë emrin as ty as asnjëri se mendonim që ishin 5. Tani që dalin 4, janë tjera kushte. Nuk mund të flasësh për koherencë time kur ne kemi fol për 5 veta dhe jo për 4. Që këtu nuk kemi në kushte barabarta. Kush se ka fut? Kush se ka fut? Danja se ke futur. Kush se ka fut? Unë kam thënë te radio Danja, nëse sfitoj unë, siç flet secili për vete, Danja do doja të fitonte Vikun, kam thënë unë. Pa çka që Danja kohët e fundit po tregon. Nuk e di, se ke treguar këtë. Gabimin që s'ta kam thënë ti. Nuk e di çka ke fol me tjerë. Gabimin që s'ta kam thënë ti. Dakor, pra. Unë po flas në lidhje me bisedat që kemi bërë ne. Dhe në bisedat tona, ti nuk e ke përmendur ndonjëherë si finaliste Danjën. Se kam përmendur unë? Jo. Po e ke përmendur ti më? Si e kam përmendur? A ke përmendur se ke përmendur? A the ti si mundet që... A ke përmendur se ke përmendur Danjën? Si finaliste? Si finaliste? Kur kemi folur për gjithë shtëpinë, ne kemi bërë analizë, po, i kemi marrë me radhë. Po pse çfarë bëjmë para shikim analizë të bëjmë? Më përpara flas. Po.